Kryesisë së Kuvendit të Legjislaturës së Nëntë, e cila po bën përgatitjet për seancën konstituive, e cila pritet të mbahet nesër nga ora 12. Blerina, lidhja për ty. Po, afërdita atëherë jam këtu tek hapësirat e brendshme të Kuvendit të Kosovës, saktësisht tek salla e mbledhjeve, këtu ku është duke u mbajtur pra takimi i thirrur nga Djemal Basha, pra kryetari i Kuvendit të Kosovës, me disa përfaqësues të partive politike. Takimi ka qenë i thirrur nga ora 17, por ka filluar me pak vonesë dhe ende është duke u mbajtur takimi. Gjatë ditës sotme pra dihet që është bërë lajmi i ditur që nesër do të ketë presidentja e vendit Vjosa Osmani ka thirrur seancë për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Këtë ka bërë pra një ditë pas certifikimit përfundimtar të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, zgjedhjeve pra të fundit parlamentare, të cilat janë mbajtur në Kosovë. Takimi është duke u mbajtur dhe pritet që me dalë pra dhe përfaqësues të partive politike dhe të deklarohen. Është bërë e ditur që në këtë takim pra është duke u diskutuar rreth përgatitjeve për ditët e dershme për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Gjithashtu pra presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thirrur krejt këto zhvillime për shkak që tashmë dihet që vendi ka qenë në një situatë të një ngërçie politik pa themelimin e institucioneve dhe nesër shpresojmë që një gjë e tillë do të ndodhë. Kjo dihet kështu për shkak që edhe disa përfaqësues pra të partive politike kanë bërë të ditur që janë shprehur optimist që nesër do të formohet edhe Kuvendi i Kosovës dhe disa të tjerë kanë bërë të ditur që edhe do të formohet jo vetëm Kuvendi por edhe qeveria. Lideri pra kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albi Kurti, e cila pra kjo parti ka dalë edhe fituese tek zgjedhjet e 28 dhjetorit, është shprehur optimist, duke thënë se nesër janë të gjitha numrat, pra duke qenë se i duhen vetëm 4 numra për të plotësuar atë 61-shin dhe duke qenë se ky numër pra është i vogël që i duhen numrat, shpresojmë që nesër pra veç me u konstitu Kuvendi. Nesër do të mbahet kjo mbledhje duke filluar nga ora 12 dhe do të pritet pra që të shohim se çka do të ndodhë. Në pikat e rendit të ditës pra tashmë dihen që janë edhe betimi i deputetëve të zgjedhur nga zgjedhjet e fundit parlamentare të 28 dhjetorit. Përveç betimit të deputetëve do të jetë edhe zgjedhja e kryekuvendarit dhe po ashtu edhe të 9 kryetarëve. Shpresojmë që një gjë e tillë do të ndodhë për shkak që tashmë dihet që edhe presidentës Vjosa Osmani vetë se do t'i skadoj mandati me 4 prill dhe një gjë e tillë pra do të ndodhë edhe me 4 mars dhe deri atëherë duhet që ta kemi një kuvend të konstituar. Apërdita këto janë gjitha informacionet që po ndodhin tani dhe do të ndodhin edhe nesër. Unë po vazhdoj me qëndru këto deri në përfundim të mbledhjes të zotrit Bashës me përfaqësues të partive politike dhe në momentin që ata do dalin, besoj që do të deklarohen dhe sinjalin do ta kalojmë të kjo. Faleminderit shumë Blerina. Në momentin e parë që do të dalin përfaqësuesit e partive politike që i bie janë pjesë e kryesisë së Kuvendit, pra 9 kryetare të Legjislaturës së Nëntë, ne me njëherë do të realizojmë lidhjen direkte për të dëgjuar edhe opinionet e para, apo të kuptojmë se çfarë ka ndodhur brenda atij takimi. Në momentin e parë e kërkojmë lidhjen dhe realizojmë. Faleminderit shumë Blerina. Teksa tema për sot, të nderuar shikues, Kuvendi e qeveria nesër, presidentja Kurti.